Edhe vazhdim në fazë të shëndetësore. Po vjen. Profesorish, se përkalojmë kapitullin për edukimin seksual, unë përdu me ditë. Po Lulita, s'ka të të Mire ko profesorish atë, morrësh me folë për si sanësh. Profesorish, unë mendoj që shumë ma mirë individive që një formun për çështjet e edukimit seksual se sa i në. vazhdojmë. Heja e vrajtë që profesoresha sot e kaloj kapitullin për edukimin seksual. A keni një që logjën tem është një vaj shumë e re që më ishtë të zonë. E qysh më mbrojt kur nuk dina. Po qëtojnë pasojat e mos trajtimit tyre çështjeve. Se edukimi seksual është baza për një zhvillim të saktë trupit tonë, si dhe për me kuptu parimet themelore të riprodhimit njerëzor. Që duhet me ditë se në vitit ko, ato ndërtojnë gradualisht bashkë me moshën dhe zhvillimin e individit. Hej, a di çfarë përfundimi erdhën? Nëse individi fillon me pas marrëdhënie seksuale, pa ditur edukimin për të, mundet me rezultu në shtatzani të padëshirueshme, Ose mundet me rezultu në smundje seksualisht transmetueshme. Apo menoni që ka orkoa me bën një ndryshim shoqëri?